Apo ju kujtohet që kjo storja me 3 Mars në Voljak. Këshoreni? Knej ka qarkullim vazhdimisht edhe potencialisht mundet me nëzon dikon. Sidomos natën. Natën, pse po thu natën? Se natën së në vrejnë, nuk shijet. Shembje e muret, do me thonë dita ditës pritej ose pritet me i ra dikojna. Këshore kur kom shku tash te ministri i infrastrukturës edhe kur e kom pyet kur kom me intervenu qërën e që ka thonë. Kitë punën Voljak, a je i familiarizu me atë murin që është tura? Po, edhe për ato jemi të humor. Përgjigje shkurt, as pa konkrete, si do qoftë, na erdhëm prap të vendi ngjarjes me këqyra është ndërmar realisht diçka këto. Fatkeqësisht, këto potencialisht u bo ma keq, do me thonë, ka gjasa që ka shku ma poshtë, ka gjasa që është në pikën e njëjtë, po si do qoftë rreziku mbetet këto për shkak se veturat është rrugë me shumë qarkullim edhe do me thonë vazhdimisht këto rrezikohen për shkak të këtij muri mbrojtës nga dheu i cili vazhdon me qenë buzë rënimit. Do me thonë, e pas kam fortifiku pak që aty me dëdhe, që to e pas kanë hop një grop me gjas. Se nuk ka qenë kështë, si do qoftë, që po e shene, gjendja është absolutisht e njejta. A pe keni rrezik be që ti muret? Po rrezik kush, po ka mundrej shpejt. Ashtu ka thonë zëvendës ministri, Morina ka thonë që ka mundrej shpejt edhe ka mundrej shpejt. Okej, kush ka thonë ashtu? Zëvendës ministri, Zef Morina ka thonë. Po provojna me siguru një numër të Zef Morinës, zëvendës ministri të infrastrukturës, i cili si pas qytetarit pas ka premtu që ka me u regullu kja, edhe nëse aj na përgjigjet, pe provojna. Ndërkohë deri sa të lajmërohet mos harroni. Posta Izi është posta më serioze në Kosovë, super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa, e po ashtu Delta Korop, rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën i ka top kualitet derivatet. Okej, tash po kontaktoj me Zef Morinën, zëvendës ministër në Ministrinë e Infrastrukturës, na tha që sa po të lirohet nga takime, na kontaktoj na unal telefoni pa bateri, fatkeqësisht. Atëherë, zëvendës ministër paka shumë ta sqarova unë përmes shkrimit në WhatsApp, ka të bëj me këtë problematikën e shembjes së murit në Voljak të Klinës. Është që një kohë gjatë në gjendje tillë, ndoshta me pyet në lidhje me planet e ministrisë për intervenim aty, për sanim gjendjes. Po, shqo, rruga Dolz Gjakov si një projekt i rëndësisë veçantë, me dërtet është shoqëruar me vonesa shumë për përfundimin e saj. Për që ne si ministri kemi vendosur që këto ditë të dalim së bashku me operatorët ekonomik dhe të bëjmë një prerje të punimeve duke shfaqu edhe problemet të cilat janë dhe bjen paraqitur dhe mund paraqiten. Në këtë rast e kemi pikërisht aty ku ju po mendoni është vendi ku ka fshit dhau dhe janë përmbys muret mbrojtjes nga betoni. Po aty është rrezik konstant domethënë. Aty është një rrezik shumë i madh dhe ne kemi kërkuar që në mënyrë sa më shpejt të bëhet një elaborat geologjik dhe të shqyqojmë se si mund të intervenojmë, ose një intervenim të përhershëm ose një intervenim të shpejt, sepse si që dini ju, aty ka rëshit kodra prej Slartit, dhe më thonë është një distancë e konrat 100 metra. Po, e për sa ko kom ju morë minister, zotit... Shqyqo, ne kemi dhonë, e kemi bo kërkesën projektantëve me na bo një elaborat, për ndryshe ne do shqyqojmë urgjent që s'pako ato mure le t'jenë të sigur të mos ndodh ndonjë aksident ose ndonjë rast me fatalitet. Fiks. E sa ko ju merë me sanu të paktën përkohësisht zoti zëvendës ministër, ka mundi me bo me emergjencë kështu? Po, në emergjencë aty është një punë mjaft e madhe, por nëse bëjmë një intervenim të përhershëm, ne na nevojitet një kohë shumë më gjatë, e cili
Për ndryshe, patjetër do të qenë intervenimi përhershëm sepse është një shembje e cila ka ndodhur në një distanc shumë të madhe. E qartë. Dhe shqyrtimi elaborati kërkon kohë, pasi që si duket rëshqitjet janë në një thellësi shumë të madhe për shkak të koeficientit të rëshqitjes së dhëut dhe ujrave nëntoksor. E qartë, zoti Ndërsa Zëvendës. me bën intervenim shumë shpejt ne mundemi me bë domethënë gjatë javëve të ardhshme, por sido që tjetë patjetër ne duhet me bën intervenim të përhershëm. Gjithsesi, zoti Zëvendës ministër, mirë po të paktën me shmong që të rrezikon e përditshëm. Patjetër, këtë do ta bëjmë shumë shpejt. Okej, për sa kohë zoti Zëvendës ministër? Tash ne do të kem kërku për operatorëve ekonomik faktikisht tati lote këtu sa di është Mirusha. Okej. Kompaninë që urgjentisht me intervenu. Urgjentisht do thot A merr një javë, 2 javë, një muaj? Po, jo brenda javës eventualisht 2 javë do të me intervenu me qatë pjesë pako me siguru. E qartë. Atëhere, ishte zoti Zef Morina, Zëvendës ministër i Ministrisë Infrastrukturës, na tha që maks brenda 2 javë na kena me shku, i sot është sot? Sot është 22. Do me thonë me shku ka i 6, ka i 5-6 maj, për me shiku nëse është intervenu aty, për ndryshe hej. Mos harroni, unë jam Burim Pacoli, me që ta më rëmgjenin këtë platforma, siguroni një follow me më bu.